Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 25, data 25 shkurt të 2026. Duket se kemi një ditë shumë të rëndësishme për sa i përket çështjeve që lidhen me ekonominë, lidhen me ndryshime, lidhen me ide të reja, edhe pse ka të bëjnë disa çështje që kanë pasur probleme ose pezulluar nga e kaluara, duket se vjen momenti tani për të ndryshuar, për të bërë ndryshimin e duhur në ekonomi, në punë dhe në gjërat e tjera. Shumë të fituar janë shenjat e zjarrit, siç është dashi, janë shqiptarët, luanët, në një anë të diçit të tjerë kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo drejtim të tyre. Edhe mundësitë që vinë, sepse kanë dhe shenjat e tokës, një gjithashtu siç është demi, siç është Virgji Resha, që ka një kuptim mes asaj që janë të bëra, dhe Bricapët e diçit të tretë, ku mundësitë janë në anën e tyre. Prandaj kjo do të thotë që vërtet është koha dhe mundësitë që vinë dhe ndryshimet që do të keni tani e tutje. Për sa i përket paraditës, sepse paraditja është me ndikime shumë të mira, ku lidhjet dhe çështjet afatgjat, do të thosha unë, kanë të bëjnë me kontrollin, kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me ndryshimet të tjera që do të kenë, por edhe mundësi që do t'ju jepen në fushën e takimeve, sepse trekëndshi që ndikohet në lidhje me punë, lidhje me karrierën, me Jupiteri, me afërditën, është një kohë e veçantë dhe do të kenë mjaft ndikime shumë të mira dhe mundësi të arta në ekonomi. Kjo duhet parë në anën tjetër, sepse juve keni mundësinë me punën, keni mundësinë me karrierën, keni mundësinë dhe me ndryshimet të tjera që vijnë drejt jush. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë ose problematikat që keni pasur në të kaluar të hidhur, duke se tani gjërat rregullohen, bashkohen, arrihet ajo çka kërkoni dhe mundësi të arta që vijnë drejt jush. Pas të fillojmë parashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe doni. Duke zgjedhur një nga paketat që astrologu.al ju ofron, atëherë mund të shikoni se si mund ta bëni pagesën dhe më pas të shkoni tek sekretaria, flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit për të lënë një takim dhe të bisedojmë për gjërat që juve ju interesojnë. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtë me juve, çdo të mërkur në orën 20:00 dhe aty pastaj shikojmë se çfarë neve mund të që t'ju ofrojmë në lidhje me mesazhet, pyetje përgjigje. Juve dërgoni pyetjen dhe ne ju përgjigjemi direkt. Por ju që doni më tepër informacion në atë ditë, pra çdo të mërkur në orën 20, mund të kaloni pastaj në privat dhe atje të shikoni se si mund të kaloni në privat, atë kemi të membership ose join, si shikoni atje. E klikoni edhe më pas, duke e klikuar, ju hapet një dritare dhe atje mund të vini në dhëna, dërgoni mesazhin dhe aty pastaj jemi në privat, në pyetje përgjigje dhe merrni përgjigjen që juve dëshironi ose çështet që juve keni, mund të gjejmë një zgjidhje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, duket se ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, në lidhje me një ndikim mjaft të mirë dhe pozicionimi planeteve ju jep këtë mundësi dhe do ta shikoni edhe vetë, sepse ka të bëjnë edhe me takime pune, ka të bëjnë edhe me vendime të rëndësishme në anën tuaj, ku gjërat mund të qenë edhe janë mjaft pozitive. Ju mund të duket pak e vështirë në plan të parë, por është shumë pozitive në anën tjetër. Do shikoni dhe do më kujtoni, ka gjëra që janë shumë herë më pozitive dhe më çështje momentale, sepse i keni mundësit, keni kohën e dur, keni ndryshimin e madh që vjen drejt jush. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në ekonomi. Gjithashtu, në fushën e dashurisë, edhe pse shenjës së dashit kanë atë momentin e duhur dhe gjithmonë me peshore, sado që të grinden janë grindje dashurie, sado që të grinden janë grindje që për të mirën e familjes dhe kjo bën që juve të jeni mjaft pozitiv në atë që kërkoni. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që
kërkon vërtet pak kujdes, çfarë? Kujdes jo për një gjë që mund të keni probleme ose keni pasur çështje të paslidhura, por momenti do që juve t'jeni korrekt me veten tuaj, t'jeni korrekt me atë çka doni të bëni, sepse kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe nëse do flasim se sa jeni të dhënë mbas ekonomisë, mbas gjërave të mëdha, po jeni shumë, po e keni mundësinë sepse jeni në kohën më të mirë të mundshme në lidhje me ekonominë, në lidhje me biznesin dhe në gjërat e tjera që do të shikoni gjatë rrugtimit tuaj, sepse është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi e artë për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit madh që vjen drejt jush. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, demi gjithmonë është një hap para asaj çfarë ndodh dhe e di shumë mirë se ku do të shkoj. Vazhdimësia dhe korrektësia juaj është ajo që ju ndihmon për të ardhmet afërt. Në çështjet që lidhen me një fejes ose një martesë e papritur që mund të ndikohet ose mund të bëhen disa bisedime të rëndësishme për të ardhmen e afërt, është me akrepët dhe dishit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Përsa përket binjakëve, duket se binjakët mundësit i kanë në momentet më të mira të mundshme në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, sepse në lidhje me vendimet janë edhe koha, edhe momenti për punën, për karrierën, për ndryshimin e madh që vjen, sepse njëra anë ndikohet, njëra anë tjetër mundohen shumë që të rrinë në finish, por ndikimet janë ata që nuk lejojnë për të ecur përpara, por gjithsesi kjo periudhë është periudha më e mundshme për të stabilizuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, me ujortë dhe dishit të tretë, është diçka perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për sa përket shenjës së gafores, duket se gaforet kanë disa mundësi shumë të mira për sa përket ekonomisë, për sa përket vazhdimësisë, sepse jeni shumë korrekt me punën, shumë korrekt me atë çka juve jeni në pritje për të rregulluar, stabilizuar ekonominë tuaj dhe është një nga momentet më të mira të mundshme për sa përket stabilizimit dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në jetën tuaj. Megjithatë, është dhe momenti mundësia më e mirë e mundshme për të arritur qëllimin tuaj, sepse takimet e punës, biznesit, të marrje vendime të rëndësishme është koha më e mirë e mundshme juaja. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujortë dhe dishit parë, me akrepët dhe dishit të tretë, është diçka shumë pozitive dhe tepër e rëndësishme për punën tuaj, për karrierën tuaj, për ndryshimet e tjera që do të keni dhe jo vetëm. Në çështjet që lidhen me biznesin, duket se është me dashtë dhe dishit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët, meqense luanët duket se tani jo se ndalojnë ose kanë një pikë ndikimi ose i problem në anën e tyre, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për arsye të punës, sepse i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problematikat e ndryshme, për zgjidhur gjëra që juve keni pasur ose për momentin në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, janë vendime shumë të rëndësishme, janë vendime që vërtet tani nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në ekonomi, në stabilizime dhe në një bisedë shumë të rëndësishme të ngrohtë në fushën e dashurisë, nga një njohje që mund ta kthejnë në lidhje serioze, është me akrepët dhe dishit parë, por edhe gjithashtu dhe me dëmtë dhe dishit të dytë. Por mos harrojmë sepse bashkim familjar në dokumentacionin, në gjëra të mëdha që do të keni, është me ujortë dhe dishit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për ju të shenjës e virgjëreshës duket se kjo periudhë është periudha që do të ndikoheni, do të rregulloni çështjet ekonomike financiare, do të rregulloni gjërat që do të keni në anën e financave, të biznesit, të punës suaj, por gjithashtu është një moment mjaft i mirë, është një moment që stabilizoni çështjet ekonomike, stabilizoni gjërat të mëdha financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me disa ndryshime që vijnë drejt jush, sepse gjithmonë ndikimi i virgjëreshës është një farë mënyre pikë referencë për punën e tyre, një piknisje e gjërave të mëdha që ata dinë shumë më mirë se çdo tjetër dhe është koha juaj për të stabilizuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për juve të shenjës së peshoreve, meqense peshorët duket se tani e tutje është dhe periudha juaj, koha juaj më e mirë e mundshme për të stabilizuar ekonominë dhe biznesin tuaj. Çështjet ekonomike, çështjet e financave, çështjet e biznesit, çështjet e ndryshimit të madh që do të keni, momentet që juve keni,
koha ideale në zhvillime dhe në ndryshime. Momentet dhe mundësit janë mjaft të mëdha sepse do t'i stabilizoni dhe do të ndikojeni shumë në atë çka prisni, sepse prisni diçka shumë të madhe për të rregulluar ose stabilizuar punën tuaj në lidhje me ekonominë, sepse kjo është diçka që vërtet stabilizohet dhe vërtet kontrollohet në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë të edhicit të parë, me ujorët të edhicit të tretë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Për akrepët duket se mund të themi shumë gjëra, mund të themi shumë në çështje pune, çështje të biznesit, çështje të karrierës ose disa gjëra të tjera që mund të niseni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një marrje vendimi të rëndësishëm, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është një moment mjaft i mirë sepse stabilizoheni në ekonomi, stabilizoheni çështjet e punës suaj, por njëkohësisht keni dhe disa punë të reja që do t'ju dalin gjatë rrugtimit tuaj, sidomos nga tani e tutje, do e shikoni dhe vetë sepse gjërat janë mjaft pozitive, sepse akrepët nga njëra anë mundohen shumë që të dalin mbi sipërfaqe për gjërat e tyre ekonomike financiare, po është një moment tani që po është e mundur që gjithçka shkon mbar dhe gjithçka arrihet në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë të edhicit të parë, me ujorët të edhicit të tretë, është mundësia juaj dhe mund të shikoni se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Prandaj është periudha dhe koha juaj që të shikoni gjërat më në detaje dhe meqense jeni dhe detajist në këtë drejtim dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në gjërat e juaja, sepse është momenti tani, është periudha dhe koha e duhur për të bërë zhvillime, për të parë në anën tuaj zhvillime të reja në ekonomi, në gjithçka që juve keni. Por megjithatë, është një moment që do ta shikoni dhe vetë çfarë do të bëni në një kohë të afërt, sepse akrepët kanë një lidhje me demin ose me peshqit, por unë do thosha që tani është koha më mirë e mundshme për të gjetur një zgjidhje të gjitha gjërave që ata kanë, sepse është mundësia e tyre dhe koha tregon që nga njëra anë në tjetrën i rregullojnë gjërat dhe i stabilizojnë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarëve, mikesë shigjetarët të duket se tani për tani nisin një rrugtim të ri, nisin një diçka të re, mundohen të bëjnë pamundurën dhe gjërat janë në mëse pozitive, sepse kjo periudhë është e juaja, ju përket juve dhe koha tregon që jeni me fat në këtë drejtim, i keni mundësit, i keni gjërat që do të ndikohen tek juve, por një nga momentet dhe mundësit më të arta që do të keni është koha dhe mundësit ndryshimit të madh që do të keni në fushën e punës suaj, në fushën e karrierës suaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshk dhe me dash janë perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Me bricapët jo se ka në një problem ose ka diçka që nuk shkon, por është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive tani në këtë periudhë dhe kjo është periudha më mirë e mundshme që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë dhe me një zhvillim të punës, të karrierës, të takimeve që bëhen, të bisedimeve që do të keni gjithashtu dhe është mundësia, është momenti më i mirë i mundshëm sepse stabilizoni ekonominë tuaj, stabilizoni gjërat e juaja, por njëkohësisht është momenti i periudhës ndryshimeve të mëdha i ekonomisë, sepse ekonomia është ajo që bën të ndjeni mirë, bën të ndjeni perfekt në çështjet e stabilizimit të biznesit tuaj, sepse me biznesin që juve keni të bëni është momenti dhe koha e duhur. Koha e duhur në ekonomi, koha e duhur në bisedime, koha e duhur në çështje të rëndësishme që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e edhicit të parë, me dashët e edhicit të tretë, është perfektja, por gjithashtu ka të bëjnë dhe me një fejesë e papritur që do jetë megafore të edhicit të dytë. Është mundësia, pse jo, mund ta realizoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorë të dashur, duket se koha ka ardhur dhe juve jeni gati të përgjigjeni kërkesave që keni, mundësive që do t'ju vinë në një anë tjetër ose gjërat që do të ndikojnë, do të diktojnë në jetën tuaj dhe është një mundësi shumë e mirë tani në ekonomi, në stabilizime, në punën tuaj, punën aktuale edhe disa gjëra të reja që do të keni në këto fusha. Mundësitë që juve keni, momentet që juve do t'ju jepen në anën ekonomike financiare, një nga bizneset më të mëdha që mund të ndërtoni nga tani e tutje, është koha juaj, pse jo, mund ta shikoni e do më kujtoni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e edhicit të parë dhe dëm duken ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve.
Për sa përket shenjës së peshqeve, duket se me peshqit tani në këtë periudhë është një mundësi shumë e mirë dhe pozitive në ato çka bëhet, pozitive në ato çka është në ekonomi dhe në marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse duhet pak kohë për të zgjidhur problemin, duhet pak kohë për të arritur qëllimin tuaj në mes atyre që ju e bëni dhe stabilizoni, por konkretizimi i një lidhjeje afatgjat me punën, me karrierën, me ndryshimet e mëdha që vijnë në anën tuaj dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Megjithatë, e keni mundësinë dhe e keni kohën e duhur për të gjetur kohën, momentin, mundësinë në zgjidhje të problematikave të ndryshme që do të keni dhe periudhën e duhur në favorin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të 10 ditë të parë, ujor të 10 ditë të tretë, është perfektja dhe jo vetëm, sepse është një mundësi mjaft e mirë stabilizuese në ekonomi dhe jo në gjërat e tjera se mund të keni probleme ose me ligjin ose me gjëra kësaj natyre, jo. Është koha më mirë e mundshme. Në dashuri duket se me virgjëresh dhe me dëm është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 25, data 25 shkurt të 2026. Para se të ndajemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja rosh shkon atje, atje mund të zgjidhni paketën tuaj, numër përkatës të blerjes, shkoni në sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, që çdo të mërkurë në orën 20:00 kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni dhe ndiqni hapat, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për përgjigjen. Nuk mbarojmë këtu, që të doni më tepër rreth pyetje përgjigje live ku jemi, kaloni tek privati, join lexon aty, membership themi ne, duke klikuar dhe do shikoni, ju hapet një dritare dhe atje mund të bën një pagesë të thjeshtë, sepse është pyetje përgjigje dhe aty pastaj mund të merrni informacione akoma më tepër duke ju dërguar juve të dhënat që juve të kërkoni diçka që jeni në dieni ose doni të dini më tepër rreth punës suaj ose diçka më tepër në ato momente që neve mbarojmë misionin dhe flasim me privat me njerëzit që sapo abonohen abonimi momental i themun asaj. Pra, këto ishin pak a shumë për sa i përket gjërave që ju dëshironi. Nga Unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.